Përshëndetje nxënës, unë jam Nusret Ramadani, mësues i klasës ditë në shkollën fillore Besat fshatit Veshall. Sot në lëndën e gjuhës shqipe do të bëjmë punimin e shkronjës R e madhe dhe R e vogël e shtipit. Në tabelë është paraqitur një figurë, me siguri të gjithë e njihni se çfarë figure është dhe për çka shërben ai. Është roboti. Është krijesë e njeriu, të cilin e përdor për punë të ndryshme që mund t'i bën ai. Në trupin e fjalës roboti kemi shkronjën R të madhe të shtipit, e cila do të thotë fillon me shkronjën të cilën sot ne e punojmë. Tani do kalojmë në modelin e shkronjës R të madhe të shtipit dhe shkronjës R të vogël të shtipit. Për të bërë modelin e shkronjës R e madhe e shtipit, kalojmë nëpër 3 etapa. Së pari, bëjmë një vizë të drejtë nga lart poshtë dhe një vijë të lakuar nga e majta në të djathtë dhe një vizë të vogël deri në vizën poshtë. Kjo është e gjitha për modelimin e shkronjës së madhe të shtipit R. Për të vazhduar në radhë që të plotësojmë rreshtin, duhet patur parasysh largësi nga shkronja në shkronjë që të jetë një shkrim më i bukur. Gjithashtu, shkronja R e vogël e shtipit kalon nëpër 2 etapa. Bëjmë një vijë të drejtë nga lart poshtë dhe një vizë të lakuar nga e majta në të djathtë që pak të prek edhe vizën lart. Në tabelë ne dhënë 2 fjalë të cilat tash do t'i ndajmë në rroke. Fjala rr dhe fjala ur. Fjala rr në vete ka 2 shkronja të shkronjës R, shkronjën e parë dhe shkronjën në mes. Për të bërë ndarjen e kësaj fjale në rroke, shiqojmë se sa zanore ka në vete. Këtu shohim shkronjën E, që është një zanore, e shënuar 2 herë, në mes dhe në fund të fjalës. Pra, shkronja RE përbën një rroke dhe rrokjen e dytë RE. RR, do të thotë, formuam një fjalë RR, e cila është shënuar e gjitha me shkronja të mëdha të shtipit. Te fjala ur, gjithashtu shohim se kemi shkronjën R të vogël të shtipit në mes të fjalës dhe 2 zanore, U dhe E. Për të ndarë këtë fjalë në rroke, pasi kemi 2 zanore, do të thotë kjo fjalë do të përbohet nga 2 rroke. UR përbohet do të thotë nga 3 shkronja. Në rastin tjetër, na kërkohet që të formojmë rroke dhe fjalë nga grupi i rrokjeve. Kemi formu 2 grupe të rrokjeve. Në grupin e parë, rrokja RO, E dhe RE. Në grupin e dytë, kemi rrokjen RA, RE dhe SE. Duke bërë lidhjen e rrokjeve të grupit të parë me rrokjen e grupit të dytë, formojmë fjali RO, SE, ERA, RR. Kështu që formojmë fjalën ROS, ERA dhe RR.
Tash në tabel na kërkohet që të gjejmë cila fjali është e shkruar sakt. Në rastin e parë kemi një fjali të cilën nuk mund të lexohet ashtu siç duhet. Në rastin e dytë lexojmë fjalinë. Rioni luan me rinën në rër, që do të thotë se rasti i dytë është shënuar fjalia ashtu siç duhet, duke patur largësinë e fjalës nga fjalët tjera. Për detyrë në fund, keni të shkruajmë shkronjën R e madhe dhe shkronjën R të vogël të shtipit në dy rreshta. Mund të vizatojmë një figurë që përmban në vete shkronjën R e madhe ose R e vogël e shtipit. Ju falenderit për vëmendjen.